Debati për reformën territoriale ku në qarkun e Vlorës diskutohet që një ndër bashkitë e mëdha dhe kryesore, siç është Bashkia e Selenicës, të bashkohet me Vlorën, ka nxitur reagime të shumta, madje edhe të politikës. Nisur nga kjo çështje, kryesia e Partisë Demokratike të Vlorës është mbledhur urgjentisht për të diskutuar situatën, ndërsa në tryez, veç drejtuesve të Partisë Demokratike, edhe ekspert të reformës territoriale. Partia Demokratike ka propozimet e veta për këtë reformë, ndërsa kryetarja e Partisë Demokratike të Vlorës Nada Meçorapaj, duke hapur takimin e diskutimit, tha se reforma territoriale që po diskutohet dhe është propozuar nga Partia Demokratike, nuk ka synim që të nxjisë zhvillimin e bashkive, por përkundrazi. Me cilësinë e kryetares Partisë Demokratike, ju jam mirënjohëse për gjithë kontributin tuaj të sotëm dhe në vazhdimsi që keni dhënë për këtë reformë. Partia Demokratike Dega Vlorë ka pas një grup pune në nivel qarku i cili ka funksionuar më së miri dhe ka nxjerrë platformën e vetë në lidhje me reformën territoriale. Me propozim Partisë Demokratike, ne kemi pasur një draft i cili parashikonte krijimin e bashkive të tjera, siç është Novosela, Orikumi, Amantia dhe Ksamili. Por, me sa shikohet, drafti i paraqitur nga Partia Demokratike jo vetëm që nuk është marrë parasysh, por propozohet të hiqet dhe Bashkia Selenicë. Kjo sjell totalisht një situatë jo të mirë, jo vetëm për gjithë banorët e zonës, por për gjithë vendin. Partia Demokratike i qëndron qëndrimit të saj, vazhdon të shpreh qëndrimin e saj koherent dhe është kundër kësaj reforme territoriale, duke e parë dhe gjykuar atë si një reformë totalisht politike. Kjo reformë nuk është ndërmarrë së pari me një konsultim publik të gjerë me banorët e zonës. Kjo reformë shuan vlerat, trashëgimin, identitetin, kulturën dhe historinë e një kraine të gjithë siç është kraina e Labërisë. Kjo reformë nuk ka më një pasqyrim real të gjendjes ekonomike dhe sociale të gjithë zonës. Deputeti i Vlorës Bujar Leskaj theksoi se Partia Demokratike propozon që vendi të ketë 100 bashki, ndërsa mes tyre dhe bashki të reja në qarkun e Vlorës, si kundër janë rikrijimi i Bashkisë Orikumit, krijimi i Bashkisë Novoselës apo Topalltis, krijimi i Bashkisë Amantia, duke ideuar këtë organizim territorial në funksion të interesit të qytetarëve dhe jo të centralizimit të pushtetit. Në veçanti, protesta në mbrojtje të banorëve të Selenicës është një protestë për të mbrojtur Vlorën, për të mbrojtur historinë, për të mbrojtur traditën, për të mbrojtur ekonominë, për të mbrojtur zhvillimin. Reforma e vitit 2014 në fakt ishte një reformë e domosdoshme, por mënyra se si e implementoi Sekti Rama reformën e vitit 2014 ishte në një farë mënyre ajo leva e Arkimedit për të inkurajuar shpopullimin e popullsisë. Dhe ky draft tani, që është shumë më i keq se drafti i 2014-s dhe është me qëllime akoma më të këqija, por që për fat tani janë më të hapura dhe më të kuptueshme nga qytetarët, në thelb të qëllim ka këto kraina, këto bashki si Selenica që përfshin lumin e Vlorës, krainën e Kudhës Greotit që 47 fshatra, gjithë ajo popullsi, një bashki me resurse, kërkohet të zerohet me qëllim që të inkurajohet ajo ftohje e popullsisë, ajo tendencë për largim e popullsisë nga këto zona me tradita dhe me histori, nga migrimi brenda vendit deri tek emigrimi jashtë vendit. Pra në thelb është një shpopullim që këtu në Shqipëri në këto 13 vite të Sektit Rama ka kaluar me ritme me një progresion geometrik, jo progresion aritmetik. Ne këtë duhet ja u bëjmë qytetarëve, duhet të i bashkojmë forcat tona me të gjithë faktorët në vend. Me qytetarët e thjesht, me shoqërinë civile në rastin konkret në bashkinë Selenicë, me ata socialistë të pakënaqur, me banorët e Selenicës dhe të Vlorës që tashmë i kanë kuptuar këto qëllimet ogurzeza të Ramës dhe në veçanti me të rinj. Të shpjegojmë atë variantin e Partisë Demokratike e cila kërkon që në qarkun e Vlorës të shtohen 4 bashki të reja, Bashkia Amantias me qendër në Kodë që të përfshi fshatrat e lumit të Vlorës,
Bashkia e Novoselës, e Topaltis, të përfshin gjithë zonën e Topaltis, Bashkia e Ksamilit dhe krye bashkia, do thoya Bashkia e Orikumit. Ka qenë një nga aksionet tona të para, përpjekja për Orikumin bashki, dhe ne këto aksione për këto 4 bashki duhet t'i vazhdojmë. Ndërsa kryetari i grupit të Partisë Demokratike në Këshillin Bashkiak të Vlorës, Atyrt Hoxha, tha se reforma territoriale propozuar nga Partia Socialiste ka për qëllim që të shpopulloj vendin. Kuptohet që ne sot jemi para një fakti i cili është bërë fakt nga Partia Socialiste, edhe me prishjen e Komisionit për Reformën Administrativo-Territoriale, i cili ka dalë me produkt të propozuar nga ana Partisë Socialiste, e cila redukton në 15 bashki më pak nga 61 që janë sot, në kalimin në 46 bashki në total, e cila duke ju referuar po prap reformës territoriale të vitit 2014, e cila në thelb, për mendimin tim, por mendoj edhe të shumë prej jush, edhe njerëz cilët ne kemi kontaktuar dhe vazhdojmë të diskutojmë dhe të ekspertë, ka pas për qëllim vetëm shpopullimi, largimin e shërbimeve, dhe duke larguar shërbimet automatikisht to zona shpopullohen. Ne kemi fakt sot, zonën e Novoselës, nesër do të jetë fatkeqësisht nëse do të konkludohet, unë shpresoj shumë që banorët e Selenicës dhe zona e Labris të qëndrojnë fort, madje edhe një qendrim publik u kanë bërë thirrje që të qëndrojnë fort dhe të ketë protest, ndofta edhe deri në mosbindje civile për mos u realizuar, sepse do të jetë një katastrofë për atë zonë, e cila pavarësisht se nuk ka pasur prekje të drejtë për drejtë, deri tani ka pas një shpopullim të madh të këtyre zonave. Dhe nëse Bashkia Selenicë do t'i bashkohet Bashkisë Vlorë, duke dyfishuar territorin e Bashkisë Vlorë, e cila nuk u jep dot sot shërbime atyre zonave të cilat ne i kemi trajtuar siç janë zona e Dukat Fshatit, apo zonat e fshatrave të Novoselës, apo zonat e fshatrave të Shushicës që janë bashkëlidhur Bashkisë Vlorë, mendoj që do ta thelloj edhe më shumë. Në të njëjtën linjë është shprehur edhe drejtuesi politik i Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës, Aurel Bylukbashi. Në këtë situatë, gjykoj që ne, si forca më e madhe e opozitës në Shqipëri, duhet përcaktojmë qartësisht qëndrimin tonë. Ekspertët tanë kanë folur dhe kanë thënë me detaj, me bazë një ekspertize të qartë, se sa mundësi si numër ka Shqipëria për bashkitë e saj. Dhe si pas ekspertëve tanë, ky është tashmë një qëndrim i njohur, Shqipëria mund të shkojë deri në 100 bashki. Por sigurisht, kjo është pjesë edhe një negocimi politik, por në asnjë mënyrë dhe në asnjë lloj rrethane, jo të shkohet drejt 46 bashkive që kërkon Rama. Ne jemi të pakënaqur, jo ne, por ekspertët tanë me 61 dhe jo më ta presosh akoma më shumë dhe ta çosh 46. Cilat janë qëllimet e Ramës në këtë reformë, që nuk është reformë, por është anti-reformë territoriale. E para, kjo është një reformë anti-qytetare. E dyta, është një reformë anti-kombëtare, por po të hysh në thellësi, arsyeja e vërtet përse bëhet kjo reformë është thellësisht elektorale, me kalem në dorë, dhe në këtë kuptim, kjo reformë është një goditje e rëndë ndaj pluralizmit politik në Shqipëri. Dhe në këtë kuptim, forca jonë politike duhet jetë shumë vigjilente, shumë e përgatitur dhe duhet që menjëherë të ndërmarrë një aksion shumë të fortë politik, jo thjesht për të mbrojtur qytetarët, jo thjesht për të mbrojtur atë që kanë thënë ekspertët, jo thjesht për të mbrojtur kartën e autonomisë lokale, jo thjesht për të mbrojtur qenien e Bashkisë Selenicë, por unë alarmin më të madh në këtë situatë e vë tek mbrojtja e pluralizmit politik. Në tryez u theksua se Partia Demokratike duhet i shkojë deri në fund shpalosjes së alternativës së saj lidhur me reformën administrative o territoriale dhe t'u bëjë të qartë qytetarëve se nëpërmjet draftit të propozuar nga Partia Socialiste po deformohet më tej kjo reformë. Reforma duhet të korrigjojë gabimet e bëra në vitin 2014 në respekt të plot të gjithë qytetarëve shqiptar dhe për të cilën Partia Demokratike e ka detyrim dhe zotim, u tha gjatë mbledhjes.